Kryeministri Rama vizitoi pas ditën e kësaj të martë Parisin, ku është shpritur nga homologu i tij francez, Bernard Cazeneuve. Dy drejtuesit e lartë nënshkruan partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Francës. Gjatë takimit me homologun francez, Cazeneuve, kryeministri Edi Rama shprehu falenderimet e qeverisë shqiptare për mbështetjen e Francës në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga ana e tij, kryeministri Cazeneuve vlerësoi progresin e Shqipërisë dhe ecurinë e reformave në fushën e drejtësisë, përpjekjet për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kreu i qeverisë franceze falenderoi palën shqiptare për bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit. Gjatë bisedës, dy homologët veçuan rëndësinë e trefisht për zbatimin e reformës në drejtësi, si nevojë për të rritur besueshmërinë e institucioneve të drejtësisë, ndikimin në fushën e sigurisë dhe në ekonomi. Dy qeveritë kanë nënshkruar edhe marrëveshjet për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.